Pavarësisht se reforma në drejtësi është vlerësuar nga aktorët ndërkombëtar, opozita mendon të kundërtën. Në tryezën e Komitetit Parlamentar të Stabilizim Asocimit Shqipëri Bashkimi Evropian, kreu i grupit parlamentar të PD Gazmend Bardhi solli në vëmendje një sër çështjesh që sipas tij në thelb kanë korrupsionin e sjell nga keqeverisja. Vështirë të evidentosh në një progres gjatë qeverisjes së partisë në pushtet, edhe për faktin se legitimiteti i qeverisjes, pra i parlamentit dhe qeverisë, si rregull në çdo vend evropian buron nga liria dhe barazia e zgjedhësve. Grupet kriminale që operojnë në vendet e Amerikës Latine dhe të Bashkimit Evropian përdorin ekonominë shqiptare, veçanërisht sektorin e ndërtimit, për pastrim të parave. Por në emër të mazhorancës, kryetari i Komisionit të Ligjeve Ulsi Manja u shpreh se këto akuza thjesht baldosin figurën e Shqipërisë. Keqardhje sepse dallimet tona politike apo qëndrimet tona të ndryshme për çështje të caktuara nuk mund të jenë argument për ta bërë pis Shqipërinë. Dhe të mbështesësh integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, pasi ke hedhur një mal me akuza dhe e ke bërë bal Shqipërinë, mua nuk më duket qasje e sinqert. Të njëjtën linjë mbajti dhe kreu i grupit socialist Auland Balla, i cili rikujtoi opozitës se ndërkombëtarët kanë ndjeni për çdo punë të bërë nga Shqipëria. Se drejtësia nuk është e mirë dhe duhet përshëndetur kur ngre akuza kundër kundërshtarit, dhe drejtësia është e keqe kur ngre akuza kundër ndonjë kolegu tëm. Ndërkaq, në emër të Komisionit Evropian, Andreas Scheider u shpreh se Shqipëria ka bërë progres të qartë në fushën e drejtësisë, ndërsa vuri theksin tek bashkëpunimi mes aktorëve politik.